Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, foli me njëherë pas seancës kuvendit, ku Albin Kurti dështoi ta formojë qeverinë e re. Krasniqi u shpreh se as ai nuk e ka shumicën kur ta trans presidentja dhe për këtë dëshiron shkuarje në zgjedhjet të parakohshme. Po kështu edhe kreu i LDK-s ka deklaruar se zgjedhjet e parakohshme mbeten e vetmja zgjidhje. Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e ish opozitës, por nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj, sot, ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse nafton presidentja nesër, pyetja saj do t'jetë a keni shumicë tre, unë do t'i përgjigjem me njëherë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse një gjë e tillë nuk është e mundshme. Që duhet shkuhet në zgjedhjet parakohshme sa më parë. Sot, përfundimisht, u vërtetua ajo që kemi thënë që nga dita e parë. Që Albin Kurti po e mban vendin peng sepse nuk i ka numrat për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurtin dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohe. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më as prej zgjedhjeve të nënshkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisjes tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka më asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, të katërt në çështjen e raundit të dytë. Mundet prapë edhe i parë edhe një herë të kërkoj për 10 ditë të ardhshme partia e parë të kërkoj mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita e parë, kështu po del deri në fund. Po shkojmë sipas gjitha gjasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.